Sërish kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. Every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studio miq me njërin nga sapsirës së parë muzikore që startonte programin Music Plus në ditën e sotme, ne prezantova edhe pak më herët në hyrje të puntatës. Në studio në këtë momente janë bashkuar të ftuarat zonja Levatare, specialiste e zyrës rajonale e Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, si dhe zonja Burbuqe Ngraçaj, përfaqësuese e zyrës rajonale e avokatit të popullit në Pogradec. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kela, është kënaqësi që në dy institucione të jemi sot dhe të promovojmë gjithë punën që ne bëjmë në mbështetje të shoqërisë. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Është besoj se është dhe vendi I duhur për të promovuar në Korçë. Të falenderoj. Ju falenderoj vërtet shumë që ishit gatshme për të qenë pjesë e programit në ditën e sotme, dhe pse jo, unë e prezantova edhe pak më herët për dhënë edhe më shumë informacion për gjithë ata që na ndjekin, qoftë edhe për të adresuar problematikat, sfidat apo edhe gjithçka tjetër që zyrat ku ju veproni ofrojnë për qytetarët, qoftë në qytetin e Korçës, por edhe në qytetin e Pogradecit. Prandaj, cili është misioni I institucioneve që u përfaqësoni dhe pse ato janë kaq shumë të rëndësishme për qytetarët? Ashtu siç e the dhe ti, këto të dyja institucionet kanë një rëndësi shumë të madhe në mbështetje të qytetarëve dhe të gjithë shoqërisë ku ne jetojmë. Po të flasim për institucionin e Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, është një institucion I cili tani në shkurt ka përvjetorin e tij, është themeluar dhe është miratuar në shkurt të vitit 2010. Pra ne kemi 16 vjet që ekzistojmë në të gjithë Shqipërinë, në Republikën e Shqipërisë. Është një institucion që mbron të gjitha të drejtat e qytetarëve pa dallim, për shkak të diskriminimit që atyre mund të bëhen në fusha të ndryshme, siç është në fushën ekonomike, personave me aftësi të kufizuar, përkatësisë që ata kanë fetare, përkatësisë së një grupi të veçantë, persona që mund të hiqen për shkak të diskriminimit të bindjeve të ndryshme që ata mund të kenë politike. Pra janë një sër fushash ku ne ndërrymë dhe mbrojmë të drejtat e këtyre qytetarëve. Është një kënaqësi, ashtu siç e thash edhe pak më parë, që ne sot të promovojmë punën që bëjnë secili institucion. Unë kam qenë shpeshherë pranë radios tuaj amike e saj dhe më pëlqen, sepse është një radio e cila vërtet nxjerr në pak të gjitha problematikat ose promovon punën që bëjnë secili institucion ose dhe individët të veçantë. Sot ne na është bashkuar dhe Buqja, e cila është një nga përfaqësuesit e zyrës rajonale të Pogradecit, ku ne kemi një bashkëpunim shumë të madh. Patjetër, dhe besoj është I nevojshëm ky lloj bashkëpunimi për të vepruar siç duhet. Po. Faleminderit Eva, faleminderit. Nuk do rria pa e thënë që dy institucionet kanë një bashkëpunim shumë të mirë me njëra tjetrën në zyra rajonale, pavarësisht se avokati I popullit e ka zyrën e Pogradecit, ne operojmë si qark. Jemi shpesh këtu, fal Evës, që na siguron ambientet ose na organizojmë ditët e hapura ku jemi pranë komunitetit. Avokati I popullit, misioni I tij është të mbrojtë të drejtat, liritë dhe interesa legjitime të qytetarëve kundër autoriteteve publike, duke vepruar si institucion kushtetues I pavarur që siguron përgjegjësinë e administratës dhe promovon sundimin e ligjit siç parashikohet në kushtetutë.
Avokati i popullit ka përgjegjësi të adresojë ankesat e qytetarëve lidhur me shkeljen e të drejtave të tyre nga institucionet shtetërore, të mbikëqyrë veprimtarinë e administratës publike për të siguruar zbatimin korrekt të ligjit, pra të kontribojë në forcimin e standardeve të larta të drejtësisë dhe të transparencës. Pra ky institucion është i rëndësishëm për të siguruar qytetarëve të kenë një mjet të pavarur për të kërkuar drejtësi ku ndjejnë se të drejtat e tyre janë shkelur nga instancat shtetërore ose të tretëve që punojnë për llogari të tyre. Në fakt, po Eva. Ndjes, duhet të shtoj diçka, nuk është vetëm Eva në Korçë, por ne së bashku me Burbuqe nuk operojmë si zyra rajonale, jemi qytet të dyja, por nuk operojmë vetëm në bashkitë e Korçës dhe në bashkinë e Pogradecit, por ne kemi organizuar dhe ditë të hapura, kemi organizuar dhe aktivitete të tjera dhe në bashkitë e tjera, siç është Pusteci, Devolli, Maliqi, Në rang qarku. në rang qarku, ku ne kemi shpalosur gjithmonë punën që bëjmë në lidhje me të drejtat e njeriut. Në fakt, besoj që edhe shumë qytetarë ju ndjekin në rrjetet tuaja sociale dhe unë personalisht në parë më tepër nga aktivitetet tuaja në ato që ju i quani ditë të hapura. Prandaj për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe ndoshta duan të dinë edhe më tepër çfarë problematikash kryesore hasin sot komunitetet në lidhje me të drejtat e tyre, gjithçka që ju keni identifikuar deri më tani. Në këtë periudhë unë kam si zyrë rajonale ne jemi hapur në Korçë në vitin 2017. Gjatë gjithë se periudhe është një periudhë kohore e gjatë që po bëhet afërsisht prej 9 vjetësh që unë punoj në këtë fushë, pavarësisht se vi nga shoqëria civile. Por rastet e ndryshme që ne kemi patur janë më tepër në fushën e arsimimit, në fushën e strehimit, të shërbimit të mirave materiale. Domethënë këto janë fushat që ne jemi të spikatur më shumë. Nëse mund të themi për problematikat kryesore që ne hasim, janë problematika sociale-ekonomike, siç është problematika e strehimit, janë për personat me aftësi të kufizuar aksesin që ata kanë në marrjen e shërbimeve, në për institucione operuese në subjektet e tjera private, ku ne kohët e fundit jemi fokusuar akoma më tepër, duke parë që a kanë akses kjo kategori për marrjen e një shërbimi në një institucion. Pra, a mundet që ata të shkojnë në pranë institucionit vet? Infrastruktura është shumë e madhe. Dhe kjo është një nga problematikat që ne kemi hasur më tepër. Nëse shikojmë tek fusha e punësimit, kemi raste të cilat janë hequr nga puna për shkak të bindjeve të ndryshme që ato kanë patur politike, ose për shkak të një shkelje që është bërë grave në barazinë ndërmjet gjinis tjetër që në këtë rast janë burrat. Pra, ose në fushën e arsimimit kemi patur raste të ndryshme dhe ne vazhdojmë që t'i ndjekim, kur është, unë e kam përmendur dhe herë të tjera kur kanë qenë për segregimin e shkollës në Infrashje, e cila është një plagë shumë e madhe për Bashkinë e Korçës, dhe ka kaluar deri në gjykatën e Strasburgut dhe vitet e fundit është një plan për desegregimin e kësaj shkolle dhe tani kohët e fundit ne po merremi me marrjen e bursave, do të thënë se si është zbatuar VKM-ja 666 për marrjen e bursave për personat që janë e meritojnë dhe përmbushin këto kritere. Pra shumë e pak në këto fusha ose në fushën e shëndetësisë dhe marrjen e shërbimeve që ata mund të kenë. Avokati i popullit ka një fushë më të gjerë, nuk do heq këto që tha Eva dhe ne i marrim si raste. Unë kam filluar punë në 2020 si përfaqësuese e avokatit të popullit dhe në këtë harë kohor ajo që ne jemi hasur përpos aty që tha dhe Eva, domethënë plagë shqiptarëve janë pronat. Një sasi e madhe ankesësh kanë ardhur për pronat, për legalizimet, për certifikate pronësisë nuk mundet dot ti marrin, për gabimet për llogaritjen e metrove që kanë ose ortografia që nuk e kanë pronën diku tjetër dhe vinë diku tjetër. Tjetër problematikë është dhe për llogaritja që jemi hasur e viteve të pensionit. Është një problem shumë i madh, nuk dalin vitet ose ka mungesë dokumentacionit. Tjetër që unë do të përmendja është dhe ndërprerja e kempit. Në këto vitet e fundit na ka ardhur një numër i lartë i ndërprerjes të kempit fatkeqësisht të personave që e meritojnë dhe që vërtet janë në nevojë. Në normal ka dhe ankesa nga shëndetësia, mungesa e
e marrjes të ilaçeve ose duan që një ilaç që futet në rimbursim për arsye se nuk mundet ta përballojnë dot çmimin, ose problematik tjetër ka qenë dhe ilaçe e futeve në për institucionet ku vuajnë dënimin. Kemi pasur një sasi ankesash nga institucionet e JVP-ve në Drenov. Tjetër ka qenë dhe arsimimi, dhe në fushën e arsimimit ne zhvillojmë dhe shumë aktivitete në fakt. Në për institucionet e shkollës kemi bërë dhe aktivitete të përbashkëta me Avon, siç janë në Korçë, në Bilisht dhe unë në Pogradec, në Maliq. Në Ersek mos harrojmë se janë shumë janë shumë aktivitete dhe nuk duam të harrojmë absolutisht asnjë. Përpos këtyre që tha Bushja, dua të përmend, domethënë është një nga problematikat më të mëdha që ne po hasim sot, është dhe sistemi i Albania. Është një problematik që ne dhe në raportin e fundit vjetor që komisioneri ka bërë përpara parlamentit e ka shprehur si shqetësim mjaft të madh dhe duhet të gjendet një zgjidhje, të jepet një rrugëzgjidhje. Kemi shumë të moshuar të cilët e kanë shumë të vështirë për të aplikuar pranë sistemit i Albania. Kemi persona të cilët jetojnë shumë larg bashkisë së Korçës, janë në zonat rurale për shkak të mungesës së infrastrukturës të internetit ose mjetit që ata që mund të aplikojnë tek Albania nuk mund të marrin dot një shërbim edhe pse ky mund të jetë shumë i shpejt. Kemi persona të cilët nuk ka nivelin e dur arsimor, dhe në këtë rast flasim për komunitetin rom dhe komunitetin egjiptian, të cilët e kanë shumë të vështirë për të aplikuar. Rastet ne I kemi patur të shumta sepse kanë qenë për nxjerrjen e një certifikate, marrjen e një shërbime të cilat duhet të merren shumë shpejt dhe ata e kanë shumë të nevojshme. Ato siç thash pak më parë, të moshuarit kanë dashur për të hedhur në sistem marrjen e bonuset që ata kanë për rimbursimin e energjisë elektrike ose të ujit, dhe ju është dashur që të shkojnë pranë një pike interneti që është privat për të hapur një Albania e cila ju ka kushtuar shumë dhe marrja e një certifikate, mund të them ka shkuar deri në 1500 lekë të reja, gjë që kjo është shumë gjë që në shoqërinë e sotme për t'i mbështetur ata ne bëjmë një gjë, është një handicap shumë I madh. Edhe pse janë ngritur ankesa të ndryshme dhe pse ne kemi dhënë rekomandime, shpresojmë që të jepet një zgjidhje jo vetëm nga rekomandimet që ka dhënë avokati I popullit dhe ne si komisioner, por të ketë dhe dashamirësinë në për institucionet e tjera që këtë kategori të mbështetet. Një problematik tjetër që ne kemi ngritur dhe është si rast që po e ndjekim, është edhe mosha e pensionit. Shumë shpesh ne kemi patur dhe një raport që kemi bërë një studim vitet e fundit, ku dalja në pension për persona të cilët nuk e kanë mbushur moshën, domethënë nuk kanë atë 15 vjeçarin, por kanë 14 vjet e 9 muaj ose 14 vjet e 6 muaj, pa arritur 15 vjeçarin për të marrë gjysmë pensioni, kanë patur një problematikë që duhet marrin pensionin social. Pensioni social është pensioni I cili për gratë është në moshën 70 vjet dhe për burrat është në moshën 70 vjeçare. Në ditët e sotme ne dim që një person, burrat dalin 65 dhe gratë me rritjen e viteve mund të jetë deri në 63. Tani nga mosha 63, po sim 63-shin, deri në moshën 70 vjeçare, kjo grua çfarë mund të marrë? Tek zyra e punës nuk mund të regjistrojë dot si punë kërkuese pa punë ose ta marrë në punë për shkak të moshës që ka, sepse ne kemi një diskriminim dhe për shkak të moshës për të futur në punë në subjektet private. Subjektet private po ti shikosh thuan që do t'i marrim në punë personat që janë deri në moshën 30 dhe të kenë një domethënë të kenë një mundësi dhe aftësinë, eksperiencë pune prej 5 vjetësh. Por ata që janë 30 plus, në këtë rast ne dashje pa dashje këtë kategori e kemi diskriminuar dhe nuk mundemi dot që t'i futim sepse subjektet private e kanë punën e tyre dhe privati është shumë e vështirë, edhe pse është inspektorati I punës për ta kontrolluar është shumë e vështirë që ata t'i marrin. Idhemi te kjo çështja që unë po diskutoja në lidhje me pensionet. Nga 63 deri në moshën 70 vjeçare, çfarë do bëj ky individ? Ose nga 65 burri deri në moshën 70 vjeçare, sepse nuk mund të marr dot kempin për shkak se ai në familje mund të jetë me
fëmijët, edhe pse fëmijët janë larguar, dhe në certifikatën familjare që t'ju lidhësh atë ndihmën ekonomike që është për këtë kategori duhet të vinë dhe fëmijët, plus është ngërç për të gjithë shoqërinë dhe pensionistët që janë të vetmuar. Domethënë për fat të keq nuk janë të paktë. Nuk janë të paktë, në qoftë se ne shikojmë statistikat, sidomos për në qarkun e Korçës, ne kemi goxha. Pra janë problematika që ne hjasim çdo ditë dhe mundohemi nëpërmjet punës që ne kemi, nëpërmjet njohjeve të ndryshme, të ndërmjetësojmë që kjo kategori të jetë ta marrë shërbimin, por sa më pak të ketë problematika. Nuk e di si shfaqet në qarkun e Pogradecit apo në qytetin e Pogradecit kjo situatë. Është e njëjta situatë. Ne operojmë si qark dhe normalisht ata varen edhe nga drejtoria këtu, por është e njëjta problematikë dhe kjo është për të ardhur keq. Është shumë për të ardhur keq. Ne në Korçë kemi fatin që kemi misionin Emanuel, e cila implementon projekte dhe janë qendrat e të moshuarve, ku kanë edhe në Pogradec përsëri është dhe atje e cila operon dhe ndihmon këtë kategori, duke ju afruar një shërbim dhe si në shtëpi, në kohën në cilën ne jetojmë janë mëse të nevojshme të gjitha këto. Duhen politika të ndryshme, është plani social i veprimit që është në rang qendror, i cili duhet të fillojë të ketë një zbatim dhe të ketë politika të lehtësuese për kategorinë e pensionistëve. Domethënë një kjo që ka pa që po thënim pak më lart është që ulja e moshës pensionit social të mos jetë 70, por të jetë mosha që mbush si për gratë si për burra. Domethënë të jetë 63 ose 62 sa mund ta zerë një grua dhe 65 fiksa që është për burrat. Para mos e ketë, do spresim deri në moshën 70 vjeçare. Shpresojmë me planin social të veprimit që është që këto pika që ne i kemi ngritur gjithmonë në raportet që ne çojmë pranë komisionerit dhe komisionerit tek parlamenti të shikojnë dhe të merren përbas. Jam e sigurt që ka shumë edhe më shumë problematika ju ndalet tek ato më kryesoret apo tek rastet më të shpeshta që adresohen pranë zyrave tuaja, por një pyetje që më lind spontanisht është se çfarë duhet bëjë një qytetar kur mendon se janë shkelur të drejtat edhe në mënyrën se si ju ndërveproni ndoshta edhe me individ apo edhe me familje specifike. Në qoftë se flasim në përgjithësi për kategori të përgjithshme, institucioni komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi ka faqen e tij webit. Ku mund të hyj, atje është formulari i ankesës që mund ta bëj online për ta mbushur në lidhje me diskriminimin që ai shikon për shkak të disa problematikave që unë hasa më lart, kushteve që janë më lart, për shkak të bindjeve politike, fetare, përkatësisë gjinore, problemeve ekonomike të tjera. Domethënë kur e shikon veten të diskriminuar duke shkruar tek faqja e webit dhe kanë në formularin. Tjetër është paraqitja e vetë individit pranë institucionit ku ne jemi. Institucioni i Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi ka 3 zyra rajonale, të cilat operojnë në Korçë, Shkodër dhe në Fier, dhe ato kanë qarqet e tyre, domethënë të gjitha bashkitë e tyre i kanë brenda. Të paraqitet, ne jemi gjithmonë pranë zyrave, i mbështetim, ju ofrojmë asistencën se si mundet që të mbushet, por duhet të kenë me vete dokumentacionin përkatës, që do të thotë, nëse ai thotë që un jam diskriminuar për shkak se i përkas një komuniteti të veçantë, që është komuniteti rom egjiptian, atëherë ai duhet të sjellë një vërtetim që i përket këtij komuniteti, në marrjen e një shërbimi që në këtë rast është VKM-ja, po them për shkak të marrjes së një burse, po diçka të kësaj natyre. Atëherë duhet të sjellë certifikat familjare, duhet të sjellë që ai trajtohet me ndihmë ekonomike sepse atje ka disa kritere, ose mund të jenë prindrit me aftësi të kufizuar që përfitojnë nga invaliditeti, mund të jenë fëmijët e policëve të vrarë ose një fëmijë që është vetëm me një prind kur babai i tij ka ndruar jetë, ose mund të jenë fëmijë që janë në risk trafikimi. Domethënë janë të gjitha, duhet të sjellë një dokument i cili të vërtetojë që ky ankesën po e bën për këtë shkak dhe më pas ne e marrim rastin, e çojmë tek në Tiranë ku janë inspektorët tanë, të cilët merren me hetimin e rastit. Një gjë që ne e kemi të veçantë nga institucioni i Avokatit të Popullit
është që përveç se rekomandimit, siç e jep avokati i popullit dhe rekomandimi i avokatit të popullit ka rëndësinë e vet, ne kemi dhe të drejtën e gjobvënies në qoftë se nuk mundet dot që institucionit që ne jemi drejtuar nuk zbaton vendimin, rekomandimin që ka dalë nga institucioni komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, atëherë ai do të marrë dhe gjobvënien. Tjetër se si mund të drejtohet një individ pranë institucionit tonë kur shikon diskriminim është edhe organizimi i ditëve të hapura, takime ndërgjegjësuese informuese që ne bëjmë me kategori të ndryshme të veçanta dhe me institucionet. Erën e fundit në bashkëpunim se ne kemi një partneritet dhe dua ta theksoj, jemi një ndër qytetet, unë jam e fat që dhe institucionet ku ofrojnë shërbime të ndryshme kanë një bashkëpunim dhe kanë një përqasje shumë të madhe me institucionin e komisionerit. Këtu duhet të përmend drejtorinë e kujdesit social që është pranë bashkisë, e cila brenda saj është njësia për mbrojtjen e fëmijëve ose barazia gjinore dhe specialistët e dhunës. Dhe me policin, kemi organizuar në muajin nëntor dhe dhjetor, kur janë në ditët e aktivizmit kundër dhunës, aktivitete të ndryshme në përgjimnazet, në universitet, në fasoneri, ku ne kemi dhënë dhe së bashku dhe me ndihmën ligjore falas, dua ta theksoj, ku kemi dhënë informacionin e duhur, çfarë bëjmë, ku dhe si duhet të drejtohemi. Patjetër që të gjithë ata që kanë një problematik apo hasin një sfidë të tillë mund të adresojnë në të gjitha. Gjë e mirë është dhe promovimi mediatik që unë shpeshherë, buqja e ka për herë të parë këtu, por unë shpeshherë kam qenë pranë jush dhe tek radio dhe televizionet e tjera, e cila më kanë ndihmuar shumë në punën. Jeni gjithmonë të mirëpritur dhe për këtë arsye unë i zhvilloj dhe intervista të tilla në mënyrë që të përcjell më shumë informacion për gjithë ata që na ndjekin. Po. Avokati i popullit ka një qasje tjetër pak më ndryshe nga komisioneri, sepse fushën e ndërveprimit e ka më të zgjeruar. Të qytetarët ose një grup individësh që pretendojnë se ju shkelur e drejta mund të kërkojnë në faqen e webit avokati i popullit ku aty gjejnë dhe formularin, ose ata që ndodhen në qarkun e Korçës, që tash ne operojmë vërtet zyrën e kemi po Gradec, po operojmë si qark, mund të aksesojnë dhe në faqen tonë zyrtare të Pogradecit, zyra rajonale, avokati i popullit zyra rajonale Pogradec, mund të kontaktojnë që unë kam marrë një shumë ankesa nga faqja e Facebookut, ose mund të drejtohen zyrës të avokatit të popullit, ose në rast se nuk ka mundësi të vinë avokati i popullit atje ku është problematika. Ne kemi një formular që plotësojnë ankuesin që pretendojnë që është bërë shkelja, formulari shumë i thjeshtë për të plotësuar, janë disa të dhëna të tip personale, normalisht duhet të ketë dhe dokumenta shoqëruese për atë që ata pretendojnë që u shkelur, domethënë në rast se për shembull ka probleme me kadastrën, duhet të sjellin ankesat ku ai ka bërë më përpara, nëse ka bërë, i është drejtuar kadastrës me një shkresë apo i është drejtuar ministrisë dhe s'ka marrë përgjigje. Domethënë sa më plotësuar të jetë ankesa, aq më lehtë është edhe puna për zgjidhjen e po, për zgjidhjen dhe për ndihmës komisionerin që do e marrë, do e shqyrtoj çështjen. Gjithashtu ato që tha Iva nuk do t'i heq, ne i kemi të përbashkëta, ne bëjmë dhe promovimin shumë të zyrës, në Pogradec unë punoj shumë dhe me mediat, dhe shkoj në për institucionet, dhe bashkitë si Korça, Pogradeci dhe Maliqi janë shumë bashkëpunuese me institucionin e avokatit të popullit, drejtoria e shërbimit social, për arsye se dhe rastet kanë që më të shumta janë shumë bashkëpunuese si në Pogradec dhe në Korçë dhe në Maliq. Në të gjithë qarkun i kemi, në të gjithë qarkun, domethënë që mos lem asnjë pa përmendur, po e zëm në të gjithë qarkun, të gjitha institucionet, bashkitë dhe komisariatet janë shumë bashkëpunuese. Dhe kjo besoj patjetër është shumë e nevojshme në mënyrë që puna bëhet më e lehtë dhe nuk presin deri ne kemi 90 ditë për shembull për zgjidhjen e një problematike që marrim. Por duke patur këtë bashkëpunim, rasti mund të zgjidhet edhe brenda disa ditësh dhe kjo ne na ndihmon dhe në punën tonë, por ndihmon dhe qytetarin ose një grup qytetarë, siç tha Burbuqja, ose një organizat me të drejta legjitime që ka të drejtë të bëjë ankesën si te komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi,
Si tek pjesa e avokatit të popullit. Avokati i popullit punon me rekomandime, kur vëren që është shkelje, rekomandimi më i ashpër në mund ta më lejoj ta shpreh kështu është deri në largimin nga puna të individit që ka kryer shkeljen. Kjo i jep një fuqi më të madhe avokatit popullit Patjetër. dhe është akoma më Dhe një kompetencë tjetër që është dhënë së fundmi nga Kuvendi i Avokatit të Popullit është përveç se është mbrojtës i të drejtave, është dhe mbrojtës i mbrojtësve të drejtave të njeriut, domethënë dhe ata që operojnë për të mbrojtur të drejtat e njeriut i mbron, siç janë për shembull një individ, një organizat apo një person që vjen nga një shoqëri civile, pra është dhe mbrojtës i tyre, jo vetëm mbrojtës i të drejtave, por mbrojtës i mbrojtësve të drejtave të njeriut. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio për të vazhduar bisedën tonë ditën e sotme, por në këtë moment e shkëputemi për të ndjekur një hapësirë muzikore kënduar nga Çimi dhe Nisa. Rikthehemi në studion e programit Muzik Plus. Në ditën e sotme jam duke zhvilluar një bisedë shumë të veçantë me zonjën Etlevatare dhe zonjën Burbuqe Graçajn, të cilat janë duke prezantuar edhe më tepër në lidhje me atë që zyrat ku ato veprojnë, ofrojnë në lidhje me shërbime të ndryshme, mbështetje për qytetarët, qoftë zonja Etlevatare, specialiste zyrës rajonale, komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, por edhe zonja Burbuqe, përfaqësuese e zyrës rajonale të avokatit të popullit. Dhe dua t'ju pyes në këtë moment, ju e përmendët pak më parë që keni një bashkëpunim shumë të mirë midis jush,
edhe me shumë institucione të tjera të cilat ndërveprojnë dhe janë të nevojshme për të dhënë më shumë informacion, por edhe mbështetje, por si bashkëpunoni më konkretisht, ndoshta edhe për një rast konkret, apo cilat kanë qenë ato rastet që ju kanë motivuar në atë që u bëni, i quani raste suksesi në punën tuaj? Në raste vinë avokati i popullit dhe e shohim që ka diskriminim, një kaloj Evës dhe e kundërta, nëse Eva e shikon që është shkelje të drejtave, e kalon tek unë. Në për raste e suksesit unë kam shumë, për të rim të flasin janë shumë, pa jo që unë doja... Diçka që ti vërtet dëshiron të ndash sot. Doja vërtet të ndaja, mund ta quaj dhe rast suksesi timin si personal, por institucional, që kam ndërhyrë edhe në unë, ka qenë ndërprerje kempi. Zonja ka qenë me një sëmundje të pashërueshme, që fatkeqësisht është sëmundja e shekullit, sot me kancer, dhe ja kishte ndërprerë kempin. Dhe kjo bëri që ne të ndërhynim, e morëm si ankesë dhe kam ndërhyrë deri në ministri, kam kontaktuar personalisht me ministren dhe nuk ka zgjatur as 24 orë, zonja e ka rimarrë kempin. Domethënë, përveç se duhet të zhvishemi nga ndonjëherë nga pozicioni ku jemi ulur dhe të vishemi, të hyjmë në lëkurën e personit që e vuan këtë gjë, duhet të jemi një njerëzor në radhë të parë. Mjeku e ka dhe kur bën bebetimin e Hipokratit, duhet të jetë human. Jo, jam e sigurt që gjitha këto raste, sado që të jeni në atë petkun e një profesionisti, ju prekin, ju ndikojnë. Po, janë dhe një rast tjetër ka qenë, bilon e kam bërë publike edhe tek faqja ime, e zyrës, domethënë, të avokatit popullit Pogradec, një zonjë vuante, ishte invalide, duhet të kryente një operacion, ku proteza që do të vinte kushtonte 3.000 euro. Po këta i vinin si familje që ishin invalid, bashkëshorti, zonja dhe vajza që kishin probleme të shëndetit mendor. Ju drejtua avokatit të popullit, kemi bërë ndërhyrje deri në ministri në Tiranë, kemi folur me kryetarin e Bashkisë Pogradec dhe me drejtoreshën e Spitalit Ushtarak dhe u bë e mundur që zonjës kjo proteza e kishte vlerën e 3.000 eurosh ti paguheshe nga shteti. Dhe nuk e kemi çfarë falënderimi kemi marr nga zonja, në përpos punës është thjesht ajo ndjesia që të vjen dhe të jep ankuesi ose nevojtari që vërtet i u gjendet në atë momente. Sa ajo e rrezikonte jetën dhe nuk mund të ecte dot, nëse nuk i vjeshe kjo proteza. Rastet janë të shumta pastaj nga avokati i popullit, nga ndihmës komisionerët që kanë bërë një punë të shkëlqyer dhe rastet e suksesit janë të shumta. Normalisht ka dhe ankesa që janë mbyllur dhe janë vënë re që nuk ka pasur gjatë hetimit shkelje të drejtave, se normalisht nuk mund të vijë ankesa direkte, morëm ankesën dhe u zgjidh. Jo, kalon një proces hetimi që mund të verifikohet shkeljet që janë bërë ka apo nuk ka. Por më vjen mirë sepse institucioni i avokatit të popullit është një zë i fortë dhe që i mbron që qytetarët nga padrejtësitë që u bëhen nga institucionet shtetërore dhe të tretëve që punojnë për llogaritë të tyre. Dua të shtoj vetëm diçka përpos tyre që tha Buqja. Jemi 2 specialiste që bashkëpunimi ndërmjet 2 institucioneve është shumë i madh. Nëse shikojmë ato të qarqeve të tjera, nuk e kanë në zyrat rajonale, nuk e kanë këtë bashkëpunim dhe kjo ka rënë në sy edhe të vetë institucionit ku ne punojmë, fal bashkëpunimit që kemi me njëra tjetrën. Atë që tha Buqja pak më parë dhe ne këtë procedurë ndjekim, nëse e shikojmë rastin pasi e marrim për ta shqyrtuar, nuk shikojmë që ka diskriminim, por ka vetëm shkelje të drejtave të njerëzit, referimi bëhet direkte tek zyra e avokatit të popullit. Po, sepse diskriminim quhet në atë rast kur 2 persona janë të njëjtë, i kanë me kushte të barabarta, aplikojnë në të njëjtën fushë. Në këtë rast po marrim për fushën e arsimimit, po për shkak të atyre shkaqeve që unë thash të pretenduara që unë përmenda pak më lart, ai diskriminohet. Në këtë rast ka diskriminim. Ndërsa në rastin tjetër janë persona përsëri, por nuk kanë diskriminimin për këto shkaqe që tham, por shikojmë që ka vetëm shkelje të drejtave të njeriut, siç është ajo në marrjen e kempeve ku kanë qenë raste të ndryshme që ne i kemi drejtuar tek avokati i popullit, dhe rasti i fundit që ne kemi zgjidhur ka qenë personi i cili kërkonte të rimerte në shtetësinë dhe në këtë rast kanë qenë shkelja e të drejtave të njeriut. Ne kemi dërguar në Tiranë procedura dhe procesi i personit që po vërtitesh sa poshtë dhe lart ka qenë prej vitesh, që nga viti 2019-2020 dhe ne sot jemi në 2026-ën, ka marrë vesh që ekzistonte zyre nëpërmjet mediave dhe
nëpërmjet njohjeve që kishte patur me persona të tjerë, kanë thënë që ekziston zyra e Komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi, është paraqitur tek unë, nuk e kam parë që ka qenë diskriminim, sepse nuk kanë qenë me një person tjetër për ta krahasuar. E kam referuar tek avokati i popullit dhe personi e kam ndjekur dhe e kam monitoruar dhe vetë si rast, dhe personi që ne tani po flasim arriti të rimarrë në shtetësinë shqiptare, edhe pse atë e kishte humbur prej vitit 91 dhe pse i është afruar shërbimi nga shteti shqiptar duke kryer ushtrinë dhe duke marrë dhe pasaportën, por në 2019 personi ishte larguar në Itali, kishte marrë dokumentat në Itali lej qëndrimi. Në 2019 ky person kishte marrë vesh që i mbaroi pasaporta, ishte paraqitur pranë ambasadës në Itali dhe i kishin thënë që ti je pa në shtetësi. Domethënë, këtu ai kishte marrë vesh nga 91-shi, në 2019 kishte marrë vesh që personi kishte qenë pa në shtetësi. Në atë kohë ai kishte qenë i mitur dhe që në atë kohë nga familjarët dhe të afërmit e tij ishte bërë një shkelje e të drejtave dhe ne kemi kaluar direkte tek zyra e avokatit të popullit, e cila i ka dhënë një zgjidhje. Raste suksese institucioni komisionerit ka patur pafund. Këto kanë qenë në mbështetje të vetë personave, nuk e kemi patur rastin, unë më tepër preferoj që të bëhet ndërmjetësimi, se sa fillimi një ankese, sepse ajo ka një procedurë shumë të gjatë, prej 90 ditësh, ndërkohë që ne nuk mund të presim dot, individi nuk mund të pres dot që të kalojë në gjithë të procedurë, sepse edhe mbasi del vendimi komisionerit që shiko ka rast diskriminimi ose mund të jetë dhe mos diskriminim, por në rastin që është diskriminim, japim rekomandimet, institucionit që ne jemi drejtuar dhe shikojmë që ka diskriminim ka të drejtën që e kalon në gjykatë. Të kalojnë në gjykatën administrative, përsëri gjykata administrative ka kohë do ta lërë në fuqi ose jo vendimin e komisionerit, ku në të gjitha rastet që ne kemi patur ka ngelur përsëri në fuqi vendimi i komisionerit. Përsëri ajo do ta apelojë në gjykatën e apelit, ne e dim se si është sot drejtësia, është një procedurë shumë e gjatë dhe unë kam zgjedhur më tepër kaloj tek fusha e ndërmjetësimit, duke parë që ka shkelje, duke parë që ka diskriminim. Për mua në Korçë dhe në të gjitha rajonin e Korçës ka funksionuar dhe ne kemi patur plot raste kur kanë qenë në ndërprerje ndihmës ekonomike, kemi bërë ndërhyrjet, kur kanë qenë për personat me aftësi të kufizuar që nuk mund të merrnin dot një shërbim tek fizioterapia, qendra që është hapur në Korçë. Kemi patur raste në dhënjes së bursave, që po të ndiqesh e kemi patur 2 raste kanë qenë vitin e kaluar tek Bashkia e Maliqit, domethënë pa arritur të çohesh rastit e komisioneri, takimi që un kam bërë me drejtoreshën e shërbimit social që është pranë përgjithësen e shërbimit social që është pranë bashkisë së Pogradecit të Maliqit dhe me kryetarin e bashkisë, rastet janë zgjidhur. Kemi patur raste në Devol, përsëri me këtë drejtorinë e shërbimit social, sepse po e përmend gjithmonë drejtorinë e shërbimit social, sepse atje janë të gjithë, si mund të thuaj, të grumbulluar shërbimet që marrin individët ose një grup individësh. Kemi patur me universitetin për përjashtimin nga tarifa e shkollimit që kanë qenë pak më parë për grupet, për komunitetet rome dhe egjiptiane. Ka politika për kategori të veçanta, nga shteti ka politika të veçanta siç janë në fushën e punësimit, të strehimit, të arsimimit, domethënë këto janë 3 fushat që ne prekim më tepër. Kemi patur me zyrën e punës në marrjen e një vërtetimi si punë kërkuesi pa punë, domethënë janë raste ndërmjetësimi, domethënë mua në Korçë më kanë në rajonin e Korçës më kanë funksionuar dhe në qoftë se po të shikosh raportin që ne bëjmë njërë në vit, unë më tepër kam raste ndërmjetësimi, sepse sesa kam raste që janë ankesa dhe janë drejtuar komisionerit dhe kanë dalë me vendime. Kjo për mua është më plus se sa ajo që thash pak më parë, por gjithmonë fryma e bashkëpunimit dhe mbështetja. Unë më tepër këta e kam sepse vi nga shoqëria civile dhe njohjet janë më të mëdha. Domethënë, ekziston akoma ajo e njohjeve dhe kush është Eva, se kur kanë filluar te komisioneri akoma Even e dinin një organizatë që punonte për të drejtat e vetëm të komunitetit, ndërsa me
fushatet e ndryshme ndërgjegjësuese, me takimet e ndryshme, me rastet që kemi patur, është të ndryshuar ajo qasja dhe mendimi që Eva nuk është vetëm për komunitetet, por është për të gjithë. E kuptoj. Kjo është një plus në fakt, dhe ndërprisja Eva, dhe nuk doja ta lija pa përmendur, domethënë që të dyja ne vim nga shoqëria civile dhe kjo mbas është fryti i bashkëpunimit dhe ne jemi ndër zyrat rajonale, Eva e komisioneri dhe unë avokati i popullit që kemi më tepër bashkëpunim dhe me njëra tjetrën. Po, dhe i ndjekim dhe këtë duhet ta theksoja, i ndjekim raste deri në fund. Nëse unë ta referoj rastin tek Eva, do ta ndjekim derisa komisioneri të jap zgjidhje. Në të kundërtën, kur vin tek avokati i popullit, Eva do ta ndjeki derisa avokati i popullit dali me një vendim përfundimtar. Por mua më vjen mirë që ne jemi ndër më të mirat. Jemi. Avokati i popullit. Jo se themi ne, do më thënë flet por puna. ka dal puna dhe në rekomandimet që janë dhënë ose në raportimet që dalin që të dy zyrat janë më bashkëpunuese. Dhe kemi një numër të lartë ankesash, po gradecin viti që lan pas kishte 212 vetëm ankesash kryesore. Dhe diçka tjetër që dua t'ju pyes shkurtimisht në këtë moment, patjetër folëm për rastet e suksesit, për bashkëpunimin e mirë midis këtyre zyrave dhe jo vetëm, por nuk e di, diçka shkurt që ju mund të sillni si sfidë në atë që ju bëni në përditshmërinë. Ka shumë, e di, po diçka që vërtet ju e keni hasur për gjatë gjithë këtyre viteve në këtë punë. Një kanë qenë paragjykimi atë që pak unë e pash. E thash pak më parë, domethënë Eva shikoheshe si fillim që është organizatë që mbron vetëm të drejtat e këtyre komuniteteve vulnerabël. Gjë që ka ndryshuar patjetër momentalisht. Për mua ka qenë një sfidë shumë e madhe. Sfidë tjetër që ka qenë ka raste që edhe pse ka politika në mbrojtje të grupeve të ndryshme, në këtë rast mund të them për grupet vulnerabël, jo vetëm të komunitetit rom dhe komunitetit egjiptian, por futet një kategori më gjithëpërfshirëse dhe më e madhe. Këto politika nuk zbatohen plotësisht. Shkak kanë qenë, mund të marrim për diskriminimi i tërthort që ka ndodhur për grupe të veçanta. Nëse marrim fushën e strehimit, ne në Korçë kemi disa zona të cilat janë të mbipopulluara nga komunitetet vulnerabël. Edhe pse për këto komunitete, qoftë se shikojmë politikat e strehimit, janë bonuset me qira sociale, banesat me qira sociale, është bonusi i strehimit, është kredia e butë, është kredia me kosto të ulët, kategoritë të ndryshme nuk mundet do të arrijnë ta përfitojnë. Edhe pse ne kemi ngritur si rast dhe na kanë thënë që do ndërtohen banesa për këtë kategori, deri më sot nuk është bërë asnjë gjë. Kemi hasur vështirësi. Kjo është një sfidë për ne sepse bie edhe ajo besueshmëria që vetë komuniteti ka te institucioni i komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, mund të them dhe për institucionin e avokatit popullit për buqja mund ta shtoj vetë. Pra kjo për ne është një sfidë. Ose qasja që mundet t'i bëhet sepse preken interesat e një institucioni që afron shërbimet dhe kur i vete një ankesë, ne kemi patur rastet e bursave, mosmarrjen e bursave, vjet ne kemi patur 55 raste që i kemi çuar për bashkinë e Korçës. Kjo ka qenë një sfidë sepse deri më ditën e sotme ata nuk i kanë marrë dhe po ndiqet në procese gjyqësore, edhe pse nga komisioneri ka dalë vendimi që janë vërtet të diskriminuar për shkaqe të ndryshme, nuk mund të jenë ka shkaqe të ndryshme, ata nuk kanë arritur t'i marrin. Sfidë për ne ka qenë dhe segregimi i shkollës në Iflash. Domethënë ajo ka qenë një ndër lufta që ne kemi bërë shumë. Unë atë kohë kam qenë te zyra e komisionerit kur e kemi filluar, kanë qenë gratë, mosbesueshmëria e tyre ka qenë shumë e madhe, nuk do mund të bëhet absolutisht asnjë gjë. Në 2017 ka dalë vendimi i komisionerit, e ka marrë RC gjykata për të drejtat e romëve, ka kaluar në Strasburg dhe ka dalë në 2021. Domethënë imagjino një kalvarje gjatë, sa kanë qenë vite dhe besueshmëria e tyre humbi, por faktikisht doli që pati një bum shumë të madh. Këto gra që ndoqën çështjen, këto familja arritën që të merrnin
diçka, domethënë në dëmshpërblimin për këtë periudhë kohore dhe vetë shteti pati një gjëprani. Për mua si buqe ka patur sfida në fillim, sepse mos e lem dhe pa përmendur pavarësisht se institucionet shtetërore janë bashkëpunuese, por ka dhe vonesa në kthimet e përgjigjeve në fillimet jashtë dhe ajo që nuk të hapesh edhe dera. Nuk të hapsh dera të vinin të shikonin kush je ti që vjen dhe me llogari, por me forcën e fjalës, duke i treguar që prit se ke institucionin më të lartë të mbrojtjes drejtave të njeriut. Je i detyruar të më përgjigjesh, je i detyruar të më kthesh përgjigje brenda afatit dhe kuadrit ligjor normal, por dhe kur vjen një inspektim, për shembull kemi pasur dhe raste që nuk kanë dashur, nuk na lejonin të hynim për inspektim. Dhe ajo forca ime, këmbgulja ime ka bërë që unë të hyj, derisa dhe ata u mësuan dhe me këtë idenë që kush është avokati i popullit. Pra avokati i popullit sa vjen dhe është duke u rritur, është duke u vepruar, është duke u shtrirë dhe më tepër, sepse duke u zgjidhur, kështu fillon dhe besueshmëria, duke zgjidhur rastet dhe qytetari apo ankuesi krijon atë të besimin, thotë dalë se dhe unë kam një krah të ngrohtë që më mbron. Kisha një rast që unë duhet ta përmendja këtu, e kam patjetër. Kam pasur një person që kishte një kalvar shumë të gjatë të marrjes së certifikatës të pronësisë që në 2000. Certifikatat ishin brenda tek regjistri në kadastër dhe nuk i jepeshin personit. Në 2022 i është drejtuar avokatit të popullit. Unë kam dashur të kryej një takim me drejtorinë atëherësh dhe nuk më është hapur dera. Nuk donin të futesha dhe unë me këmbguljen time kam hyrë, kam ngritur zërin në kuptimin metaforik që i kam bërë të kuptoj prit se jeni gabim. Ankesa ka ardhur tek ne, përgjigje nuk keni kthyer, dhe në momentin kur ata janë bindur nga ajo që unë ju kam thënë, kanë hapur regjistrin dhe fatkeqësisht 4 certifikatat ishin brenda në regjistër. Dhe për çfarë kishin lodhur individin thjesht për një aplikim AV0 pa pagesë që në 2000 dhe e mori në 2022. Pra ka shumë sfida. Dhe ajo që unë dua të dalim prapë tek ajo që thamë përpara, është fal njohjes ton, fal punës ton, që edhe përgjigjet në institucion të kthehen më shpejt. Se kemi plot bashki që nuk kthehen, avokati i popullit ka gjerë zyra rajonale që operojnë dhe fatkeqësisht shumë qytete nuk kthehen për përgjigje. Po, e kuptoj. Ju e përmendët pak më parë, rastet kanë qenë të shumta. Ato raste që vinë trokasin në zyrat tuaja për më shumë mbështetje, për një ndihmë apo edhe për një orientim, për mënyrën ligjore apo jo, çfarë duhet bëjnë? Avokati i popullit i ka këto se vepron dhe me këshillim orientime dhe me raste iniciative, Pse ndonjëherë qytetarët hezitojnë të denoncojnë shkelje dhe si mund të kapërcehet kjo? Se besoj keni hasur shumë qytetarë që e kanë pasur shumë të vështirë, kanë gjetur apo kanë kërkuar mënyra nga më të ndryshmet për të zgjidhur një problematik, por kanë erdhur në fund tek zyrat tuaja. Nuk e kam patur besueshmërinë shumë të madhe, nuk kam patur informacion në lidhje me institucionin e komisionerit. Mungesa e informacionit dhe ka bërë që ata në fillim të jenë të tërhequr duke mos e sjell rastin, por duke patur pasaj njohjet me njëri tjetrin, ato siç e përmenda pak më parë, tjetri kishte që në 2019 po vërtiteshen për institucionet e ndryshme për të marrë shërbimin për t'u rikthyer në shtetësia, dhe në 2022-shin ka marrë vesh që shikosen Korç është zyra e Evës. Zyra e Evës, jo e komisionerit sepse e kanë shumë të vështirë komisioneri kundër diskriminimit, po shiko se është Eva në një zyrë që mbron të drejtat e njeriut, domethënë e kanë më të thjesht për ta thënë kështu, dhe individi nuk ka ardhur sepse nuk mund të vinte dot vet, ka ardhur nëna e tij në një moshë pensioni dhe ka thënë shiko moj bi, un kam këtë problem. Si mundet të më ndihmosh? E kemi marrë si rast, un thash e kam si fillim kam folur me instancat me përgjegjëse që kanë qenë në Korç, ka qenë tek drejtoria e policisë, kam folur me zyrën e gjendjes civile. Më thënë ata ka ishin një kalvar që një individ, vetë thjesht si individ ai nuk mund t'i bënte dot. Në hedhjen e regjistrit atij ishin ndryshuar generalitetet e nënës. Njëre kishte me në fund me emrin, njëre kishte me A, njëre kishte me A. Domethënë këto ishin gabimet. Këto ishin gabimet që nuk ishin për fajt personit, por ishin për fajt institucionit. Domethënë
kanë qenë këto dhe kur arriti që mori zgjidhje tha, okay, dhe nga ajo kanë filluar dhe të vinë dhe persona të tjerë, domethënë nga puna që ne bëjmë atë që personi të afrohet, mos hezitoj, që të thotë që shiko, unë po shkoj tek një institucion ku ai nuk i është afruar, ne kemi shumë raste ku personat shkojnë pranë një institucioni për të marrë një shërbim dhe nuk i është afruar. Me sinqeritet nuk i është afruar. Jemi detyruar që i kemi marrë në telefon dhe i kemi thënë shiko, pranë nesh ka ardhur X person, po thotë që ka ardhur pranë jush, fillojnë nxjerrin justifikime nga më të ndryshme dhe fundi fare pastaj thotë okay, drejtohe, sepse po ja japin të rikthehet, sepse i dinë që nëse do ndiqen nga komisioneri ata ose nga avokati i popullit, mbetet gjurmë, sepse ne në fund të raportimit themi, shiko, kemi patur X raste, kaq kanë qenë për institucionin A, B, C dhe me radhë dhe kjo nuk le për shtypje të mirë. Po, ne me bizneset kemi patur një rast që ka qenë rast suksesi, marrja e pagës që ka qenë në periudhën e Covidit, një subjekt privat edhe pse ju takonte për ta marrë atë pagë, nuk mund t'ja u jepte. Kishin marrë vesh, ezituan, kishin shkuar në shumë institucione, te inspektoriati punës, e te zyra e punës, bën një protest para bashkisë e cila s'kishte fare lidhje me këtë, sepse ishin tatimet, morën vesh që ekzistonte zyra e komisionerit, kanë ardhur pranë nesh, ne kemi një marrëveshje me inspektoriatin e punës, kam kontaktuar direkt nga inspektoriati me zyrën e punës, me vetë firmën private dhe gratë 200 që kishin qenë pranë kësaj firme private arritën morën pagën dhe kjo bëri nuk ishte numri i vogël. Disa prej tyre kaluan pastaj edhe pse u mbyll firma, filluan të merrnin atë asistencën që ne e quajmë pagesën e papunësisë për një periudhë të gjatë kohore derisa u rihapën. Por kjo ishte një sukses për ne si institucion, mbasi morëm një emër dhe njohja që ato kishin me njëra tjetrën shko tek ky institucion. Pra është i rëndësishëm edhe promovimi patjetër, gjë që është bërë për gjatë këtyre viteve. Ka patur dhe raste, jo vetëm raste suksesi, se thash kemi patur dhe sfida të cilat kemi dashur për t'i mbështetur, kemi hasur një ngushtësi dhe një ftohje, ngurtësim nga vetë institucioni ose subjekti privat i cili nuk na ka afruar mundësinë e zgjidhjes së rastit me ndërmjetësim, sa kanë kaluar tek sa drejtuesit e këtyre institucioneve në telefon ka thënë kush jeni ju si komisioner që ndërhyni në këtë çështje. Okej, un po të vi në mënyrë si mund të themi se jemi korça është e vogël me njohje. Që ju përmendët më sipër Eva, nëse nuk bëhet ndërmjetësimi, pastaj do të vazhdohet për të ndjekur në rrugë të tjera. Dhe në fakt, prandaj ne si dy institucione punojmë shumë dhe me ditë të hapura. Po, unë këtu dua të ndalem paksa në këto momente. Çfarë ndikimi kanë aktivitetet të tilla si ditë të hapura? Siç e tham pak më parë, njerëzit ezitojnë të vinë. Ezitojnë dhe një ndër këto kryesoret është nuk e din. Nuk e din çfarë konkretisht bën avokati i popullit apo çfarë bën komisioneri kundër diskriminimit. Për shembull, në fillimet e punës të mia, shumë njerëz vinin dhe më thoshin do më paraqitesh në gjykat. Po avokati i popullit nuk të paraqet në gjykat. Avokati i popullit është mbrojtës i të drejtave të tua. Domethënë kishte një term të gabuar derisa ne ja u ndam. Mungesë informacioni. Prandaj aktivitetet e ditës të hapura kanë të bëjnë shumë me qasjen dhe ti kështu ju rrit dhe besimin duke ju folur, duke promovuar zyrën, duke promovuar institucionin, punën që ai bën, ti rrit dhe ndërgjegjësimin që ata kanë dhe në këtë mënyrë, në këto aktivitete zhvillojnë edhe dialogun ndërmes njëri tjetrit, domethënë me grupet e marginalizuara. Këtu vlen të përmendim dhe komunitetin rom egjiptian që të themi janë ndër më të diskriminuarit. Qoftë edhe për një komunikim dhe për një pyetje të shkojnë në një institucion, e shikojnë që është e komunitetit X nuk është këtu. Po jam dakord, nuk është për tek ty, po orientohej ku duhet shkoj. Po pra. Sepse të njëjtën gjë. Mendoj që qytetarët në ditët e sotme kanë nevojë për shumë informacion, për orientim, sepse mund të jetë një gjë shumë e vogël, shumë e thjeshtë për të zgjidhur, por mungesa e informacionit, orientimit i bën që të dhe ata kanë nga mungesa e informacionit kanë humbur kempet, kanë humbur të drejtën për të përfituar një bursë për shembull. Një bursë ose ndihmën ekonomike ose ju shpreh
ndihma ekonomike, nga mungesa e informacionit pse ti duhet ta deklarosh pagën në momentin që ti sapo hyn sigurime, me idenë që se deri në këtë pagë për shembull 200.000 lekë të vjetra nuk po pritet ndihma ekonomike, por ti duhet ta deklarosh që sot unë fillova me sigurime. Domethënë kemi pasur shumë dhe raste të tilla. Pra aktivitetet e hapura janë të domosdoshme, domethënë ditët e hapura që zhvillojmë ne me qytetarët, me banorët, me grupet e marginalizuara, me grupet vulnerabël, ose me gratë e dhunuara dhe për me fëmijët nëpër shkolla. Për shembull ne avokati i popullit ka zbuluar dhe që ka patur dhe fëmijë të dhunuar nga dita e hapur që është zhvilluar. Prandaj dhe këto sepse patjetër shërbejnë për faktin që janë gjithmonë pranë komunitetit dhe preken rastet më konkrete. Domethënë duhet të jemi prandaj dhe unë e them, avokat nëse nuk e gjeni zyrën e avokatit po ose nuk vini dot nga Korça apo Gradec vim ne, duhet të jemi ne atje ku është problematika. Jo vetëm në Korçë, avokati i popullit ka shkuar në Librazh, ka shkuar në Prenja sepse është pak një domethënë territor më të gjerë, kemi shkuar me Ivën siç e tham në qytetet Bilisht, Ersej, Kolonj, mos lëm pa përmendur edhe fshatrat. Në zonat rurale që janë të thella dhe nuk kanë aksesueshmëri dhe ju mungon shumë. Kur kam shkuar personalisht në fshatrat e Mokrës, të thellat po Gradecit, kam mbetur, nuk e dinin ç'është avokati i popullit dhe aty kemi nxjerr 60 ankesa, nga këto janë zgjidhur të shumtat. Përse janë zgjidhur? Sepse ata nuk dinin se si të ndërvepronin, ku të drejtoheshin. Nuk dinin dhe ku të shkonin. Dhe kjo fatkeqësisht është, domethënë kur një individ i drejtohet qoftë zyrës të bashkisë apo qoftë një zyrës të informacionit që ka në bashki, duhet i drejtojnë. Nuk po thot njeri mos e sillte avokati popullit, çoj atje ku e kanë problemin, drejtoju sigurimeve ose bëj këtë aplikim sepse këtu duhet ta bësh për ta përfituar për të përfituar X shërbim ose për në kadastër që fatkeqësisht është një numër shumë i lartë, ore tregoj aplikimin që ai duhet bëj. Nuk po thon njëri t'ja bësh ti. Thuaj do bësh këtë aplikim me këtë numër. Pra orientimi ka të bëj shumë dhe un jam pro terrenit, jam pro ditës së hapura, mua më pëlqen të ri në terren dhe jo në zyrë. Edhe besoj që ky është edhe një nga çelësat e suksesit. Çelësi i suksesit ky është sepse kur jeni duke bërë mirë, terreni është promovimi në terren, është më i prekshëm kur e prek rastin, kur e ndjen rastin e prek me dorë, atëre kupton se çfarë është. Se po të vinë zyrë, do mbushi formularin, do ta dëgjosh, është procedurë që e kanë gjithë, por jo kur je aty dhe e shikon me sytë tua e prek gjën ku ata. Komunikimi ka të bëjë shumë. Komunikimi patjetër, si në çdo gjë komunikimi është një ndër më të rëndësishmit. Në të gjitha fakultetet, në gjitha degët që ofrohet në Shqipëri duhet të hyjë komunikimi. Fatkeqësisht komunikimi nëpër institucione nuk është i duri. Mua më ka bërë përshtypje kur kam filluar punë për herë të parë, ishte një komunikim një të folur të përditshme që të le për të dëshiruar. Patjetër komunikimi unë e përmenda dhe më sipër është shumë i rëndësishëm, qoftë në aspektin profesional, por edhe në ato marrëdhëniet ndërpersonale që ne kemi me njëri tjetrin. Do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak, pse jo për të ndarë edhe diçka të fundit në këtë bisedë që ne jemi duke zhvilluar në ditën e sotme.
të njoh më shumë, dua të njoh më shumë, unë dorëzohem, dua të njoh më shumë, dua të njoh më shumë, si një elefant, Jesus fryte kun, Zoti vepro, tek unë, si stuhi e fort, shpirtin tim lëviz, Zoti vepro. Rikthehemi në studio, vazhdojmë të jemi së bashku me ish drejt për së drejti në valët e Radio Manuel në programin Music Plus dhe sot kam zhvilluar një bisedë të gjatë me dy zonja në studio, zonja Atleva dhe zonja Burbuqe, të cilat kanë prezantuar më tepër nga puna e tyre e përditshme, prekja e rasteve nga më të ndryshme që ato kanë zgjidhur, i kanë dhënë më shumë zër problematikave dhe sfidave të qytetarëve në qarkun e Pogradecit, në qarkun e Korçës, dhe ka qenë një bisedë vërtet shumë e veçantë, informuese me gjithçka që ju keni ndarë, por besoj edhe shumë ndërgjegjësuese për gjithë ata qytetarë që ndoshta momentalisht kanë një sfidë, kanë një problem dhe mund të orientohen pranë zyrave tuaja për të marrë më shumë një zgjidhje. Dhe në fund të bisedës sonë, çfarë mesazhi do të përcjellni për gjithë ata qytetarë që janë duke na ndjekur për njohjen dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre, qoftë edhe në aspektin e diskriminimit? Çfarë mesazhi mund t'ju jap unë? Gjithmonë luftoni për të drejtat tuaja, ne jemi me ju, asnjëherë mos hezitoni. Ne si institucion mund të na gjejnë, zyra ime është tek ish bashkia e vjetër, ku është qarku tani, jemi në mëngjes në orën 8 deri në orën 4:30, nëpërmjet rrjeteve sociale, por edhe tek faqja e webit e Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, ku atje ne kemi të gjitha numrin e telefonit, kemi faqen tonë, pra janë të gjitha kontaktet. Asnjëherë të mos hezitojnë për të drejtuar tek institucioni. Për një informacion. Dhe thjesht vetëm për një informacion ose për diçka që edhe nuk mund të jetë për institucionin e komisionerit, ne japim atë këshillimin dhe mundohemi gjithmonë për t'i japur. Atë orientimin që zonja Burbuqe ta mësi. Këshillim, orientim për t'i dhënë zgjidhje problematikës që ata ka. Unë mesazhi do jepja është që banorët, ankuesit, qytetarët të ngrenë zërin, të kenë guximin të flitet për shkelit e tyre. Avokati i popullit është zëri i tyre, është mbrojtësi i tyre nga të gjitha padrejtësitë që i bëjnë nga instancat shtetërore dhe të tretëve që punojnë për llogaritë të tyre. Të ngresh zërin për drejtën tënde nuk është asnjëherë e gabuar, nuk duhet të heshtësh. Po nuk luftove për drejtën tënde, kush do luftoj. Avokati i popullit është këtu për të mbrojtur. Zyrën rajonale të avokatit të popullit e gjejnë në Pogradec ose në faqen e Facebookut Avokati i popullit Zyra rajonale Pogradec. Unë do të jem aty ku është në nevoja. Jo vetëm të më shkruaj në Facebook, jo vetëm të vi në zyrë, unë vi aty ku është problemi, nuk hezitoj fare. Qoftë në qytet, qoftë në zonat rurale dhe ato më të thellat. Unë ju falenderoj vërtet shumë. Kënaqësi të ishim së bashku në ditën e sotme. Faleminderit shumë. Dhe ju uroj shumë suksese në punën dhe misionin që secila prej jush ka ndërmarr me zyrën që përfaqëson. Ne shkëputemi miq për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga Shkëmbi i shpëtimit, rikthehemi së bashku vetëm pas pak në minutazhin e mbetur të programit Music Plus në ditën e sotme. Shkëmbi i shpëtimit.